Kodi pa thjeshmëris, disiplina mbi dhimbjen. Qëndroj fort në kokën tënde, në psikikën tënde. Dhe do të bësh i pa thjeshëm. Kjo nuk ashtë thjesht, një motilim i thjesht, por ashtë i lik që i pashkruar i atyre që sundën fatin e vetme. Këtë rrugëtim nuk ka vend për më shirë. Ndaj vetes dhimbja, ashtë vetëm një informacion që truri e dërgon, por disiplina ashtë ajo që e asgjëson atë mesazh. Shpesh mendojnë se armisht ta njan jashtë, se pengesat vinë prej njerëzve tjerë, apo për refanave të jetës. Por e vërteta, ashtë kejt ndryshe, është një betej me veten tënde, jo me të tjerët. Kjo është beteja më e madhe, nëse ti e thyrën vetëm brenda në mendje. Askush nuk mundet me të qubesh, po nëse ti e ndërton. Në psikik pe qeliku atër askush, dhe asgjën në këtë bot nuk mundet me të lëkun. Kjo është pa thjeshmëria e vërtet, kur ti bësh zot ti mendimeve tua dhe nuk lejon as një dyshim me ta prish rrugën tonë. Psikika është kështjela jote, dhe disiplina është mbrojtja. Çdo mendim që e ushen është një ton në kështjelën tande, ose një vrim në mbrojtjen tande. Qëndroj i fort do të tot me pas një disiplin të hekurt me veten tënde. Kjo disiplin nuk një lodhje, dhe nuk një arsitime për një njeri të patjeshëm. Nuk ekziston fjala nuk mundem, ekziston vetëm duhet dhe do bëhet. Nuk ka rëndësi kush të beson, e kush nuk të beson, ka rëndësi a i beson ti vetes. Kur je në pikën ma të vështirë kjo luftë e brendshme, ashtë ajo që të bën burr ose grua të fort, ashtë ai zëri që të thot për para, edhe kur kejt trupit të thot na lu. Kjo është forca kosovare, ajo që nuk njofim dorëzim, se ne dim që nëse mendja është e fort, trupi dhe bota kanë me u bind. Dhimbja është e përkoshme për turpi dorëzimit, zgjat për gjithmon, prandaj ti zjedh me ec për mes jarit, me një buzqeshje të ftot në fytyr. Deri në frymën e fundit, rruga e luanit, fitoria mbi veten, ashtë pavarësia e vërtet kur ti fiton. Kundër dobësive tua atër ti e vërtet i lirti. Nuk e nevoj mu krasu me askon dhe nuk e nevoj me i tregu askujt. Sa i fort je forca, jo të shihet në syte e tu dhe në qetsin tande. Kur kejt bota është në kaos, ti e aj që nuk lëviz as një qërpi. Disiplina jote do thot se nuk ka dhimbje, që të ndal ka vetëm rrugë që duhet të shkelet. Deri në fund, deri në frymën e fundit, qëndroj fort në kokën tënde, sepse aty ashtë burimi i jetës. Nëse aty e i pathjeshëm atër, kudo që të shkel këmbati e fitimtar. Kjo betej nuk baron, kur por shdo fitore e vogël mbi veten tënde të afron të madhështia që meriton, nuk ka kthim brapa. Nuk ka pendim, ka vetëm vullnet të pastër që shien çdo pengesë. Si të ishte letër në këtë gjuhë psikike, ti edhe ushtari edhe generali, ti e burtra dhe ti zbaton pa as një hezitim. Kur bota të godet ti nuk ankohesh, ti vetëm forcohesh ma shumë, sepse ti e di që shto goditje ashtë vetëm një test për disiplinën tande. Qëndroj fort, se kjo është trashëgimi ajon, kjo është ajo që na bën të ndryshëm nga të tjerët. Ne nuk kërkojmë rrugën e lehtë, ne kërkojmë rrugën që na bën ma të fort. Jeta është e shkurt por nderi, dhe patjeshmëria mbesim për jetë, prandaj e kokën lartë forcoje psikikën, deri në atë piku dhimbja bëhet karburant për motorin tënd, dhe jetë për para me hapa që dritin tokën, askush nuk mundet me të ndar. Përveç vetes tënde dhe pasi, ti e kem posht veten, ti e i lirë, ti e i pathjeshëm, ti e gjithçka që kjo ndërru me të qenë.